Mirë, në vijim do të diskutojmë dy çështje të rëndësishme, marrëdhënien e Greqisë me Turqinë, por gjithashtu edhe atë të Iranit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vizita e Benjamin Netanyahut në SBA duket se ka nxjerrë shumë lajme. Gjitha këto do t'i bashkëbisedojmë me kënaqësi me zotin Ilir Aliaj. Zoti Aliaj, faleminderit. Faleminderit ju. Një koment lutem mbi takimin Mitsotakis Erdogan. Unë do thoja që është një takim historik, një takim që shënon edhe nga simbolikat që u shkëmbyen në takim, pra albumi me fotografi apo edhe simbolikat e tjera që u përdoren nga të dy palët, shënon një moment shumë interesant dhe që duhet konsiderohet si një moment le të shpresojmë që tensionet në rajonin e Mesdheut lindor do bien. Dhe unë e shoh edhe në një perspektiv tjetër, Greqia është e interesuar që të mbaj larg tensionet dhe nuk është e interesuar as pak që të ketë tensione me Turqinë. Kjo edhe në optikën e zhvillimeve që po ndodhin në lindjen e mesme. Para rreth një muaji, pati një takim trepalësh në Qipro, mes Qipros greke, Greqisë dhe Izraelit, ku u vendos një bashkëpunim gjithmonë në rritje, si dhe u vendos për vendosjen e një receptori, pra antene, po ta themi ndryshe, izraelite në Qipron greke, që do ndërhynte edhe në ato bazat ushtarake turke që janë në Mesdhe, në Bregdet. Me sa duket, grekët kanë reflektuar pozitivisht dhe e shohin që Turqia tashmë është një lider i padiskutueshëm rajonal, me një mbështetje shumë të madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe nuk duhet harrojmë këtu që 2 vite më parë përfundoi 100 vjetori, ishte pra 100 vjetori i asaj që njihet ndryshe Konventa e Lozanës. Çfarë është Konventa e Lozanës? Është mes dy vendeve, pra Greqisë dhe Turqisë së re, pra jo perandorisë otomane, po kishte dalë pra Turqia e re, pra kishte dalë emri Turqi dhe për herë të parë pra del emri Turqi, ku bihet dakord për kufit edhe detar, por edhe kufit toksor. Kjo konvent parashikonte një afat për 100 vitesh. Në 2024, kjo konvent e marroi, pra skadoi afati, dhe i linë drejta Turqisë për të kërkuar, ne e dim që në pjesën lindore të Greqisë janë një komunitet turk që nuk njihet nga Greqia si minoritet, por njihen si grek të besimit islam. Pra, qendra është Komotinia, pra në lindje edhe të Selanikut, plus që janë ishujt që janë shumë afër me Turqinë, me zonën bregdetare të Turqisë, dhe edhe disa tensione që kanë qenë disa kohë më përpara kanë qenë për zgjerimin e ujrave territoriale greke. Dhe me sa duket grekët e kanë kuptuar që nuk është momenti i përshtatshëm për të bërë kërkesa ndaj Turqisë dhe për të rritur tensionet, por përkundërzi duhet të merret me diplomaci çdo gjë. Dhe kjo është ajo që unë kam opinionin tim që po ndodh. E kuptoj, takimi i cili ka pasur vëmendje maksimale, qoftë nga mediat ndërkombëtare, por edhe ato të vendeve përkatëse. Ekspertët e trupit madje thonë se sjellja e tyre ka qenë shumë misore. Patjetër që kanë rënë dakord për disa marrëveshje, të cilat pritet të firmosen për t'i dhënë mesazhin, le të themi, pozitiv njëri tjetrit, po ama bie dakord që çështja e territorit, pra të detit, ka ende pikpyetje të mëdha dhe nuk kemi prag një zgjidhje? Marrëveshja ka qenë marrëveshje pa zgjidhje. E rëndësishme është bijem dakord që nuk kemi dakord. E rëndësishme është që të dy palët kanë pranuar që çdo gjë tashmë nuk do të tensionohet në veprime ushtarake. Para shumë kohësh ka pas vazhdimisht ndërhyrje të avionëve turk në hapësirën detare dhe ajrore greke,
apo edhe të anijeve luftarake turke, por çdo gjë tashmë të zgjidhet në tavolinat e bisedimit mes diplomatëve. Pra kjo është e rëndësishme. Për të dy palët si dhe për rajonin, sepse edhe ne vetë jemi të interesuar që mos ketë tensione mes dy palëve. Dhe kjo është ajo që çfarë duhet të themi. Pastaj marrëveshjet të cilat janë diskutuar janë marrëveshje jo shumë thelbësore, po të shikosh, por janë të rëndësishme për të filluar. Për të filluar, pra, për të dhënë mesazhe pozitive njëri tjetrit, që ne jemi miq. Për shembull, një marrëveshje është dy vendet do ndihmojnë njëra tjetrën në rast të fatkeqësive natyrore. Dhe e kanë ndihmuar, jo patjetër, pa diskutim, po ato e kanë ndihmuar edhe pa qenë kjo marrëveshje. Pra, kur ishte e kujtoj tërmeti i madh në Izmit, jo në Izmir, në Izmit, forcat greke kanë shkuar e kanë ndihmuar. Pra, flasim për vitin 2004-2005, kur ishte tërmeti në 2023-22 në Antakya, forcat greke ishin atje. Kur ka pas fatkeqësi natyrore në Greqi, forcat turke kanë qenë në Greqi. Pra, nuk ka pas nevojë, por megjithatë duhet një marrëveshje. Duhet për shtensionuar. Paralelisht ngren avionët, edhe rrisin tensionin. Mos e kanë për konsum brendshëm këtë zoti Aliaj. Nuk besoj që është shumë për konsum të brendshëm, është më tepër sepse pala nacionaliste, cili është problemi në po marr politikën. Po marr politikën e brendshme greke. Politika e brendshme për momentin Mitsotakis duket që po jeton i qetë në qeverisjen e tij. Nuk ka një opozit që mund ta konkurojë etj, por ai problemin kryesor e ka me nacionalistët, pra e linjës së ashpër, që janë mbetjet e asaj partisë Agimi Art, e cila u shpërbë me ligj në Greqi. Dhe për të mos krijuar një parti tjetër, ai duhet t'i mbaj afër këto dhe duhet bëj politikë nacionaliste. Në këtë moment, ai nuk po bën politikë nacionaliste, sepse është i qetë nga brenda. Dhe në këtë moment, ai ka nevojë për një politikë të jashtme që të jetë i qetë edhe nga jashtë. Ju përmendet që ai para se të fillonim ne bashkëbisedimin, ai nuk do shkojë, nuk do marr pjesë në bordin e paqes. Janë dy linja brenda politikës greke. Një linjë që është e fortë pro-amerikane dhe një linjë që është e fortë pro-europiane. Me sa duket, Mitsotakis i bën pjesë në linjën pro-amerikane, por me sa duket, ai vetë ka nevojë që të bëj një distancim dhe të mbaj edhe këto të linjës, pra po flas brenda partisë së tij, Nea Demokracisë. Të mbaj këto të partisë të tij që ne jemi pro-europian dhe po ta shikojmë në bordin e paqes ngritur nga Donald Trump, nuk merr pjesë asnjë vend i Bashkimit Evropian përveç Hungarisë. Ne mos gaboj, Hungaria, po Hungarinë edhe këto vendet e Europës e kanë kështu si delen e zezë. Pra, vetë Mitsotakis po tregohet shumë i kujdesshëm për të mbajtur në ekuilibër politikën e jashtme të tij. Pra, kjo është ajo çfarë unë shikoj në këto dy lëvizje. E kuptova. Mbetemi te bordi i paqes, Netanyahu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe zyrtarisht bëhet pjesë e këtij bordi iniciuar nga Donald Trump, ama vëmendjen e mediave kanë tërhequr deklaratat e tij. Ka kërkuar që të mos përdor armë bërthamore iranik, pretendime të cilat i ka pasur edhe më herët, po gjithmonë edhe më shumë po mundohet që ti përcjell në media, por gjithashtu edhe ti imponohet SBA-ve. Tani, do të ketë presion mbi SBA-n Netanyahu, Izraeli për një sulm të mundshëm ushtarak në Iranit, apo jo? Si e shikon këtë? Brëngu bë takimi mes kryeministrit izraelit dhe presidentit Trump në Shtëpinë e Bardhë. Ky takim ishte parashikuar që të bëhej javës që vjen në fakt. Por me urgjencë, me kërkesë urgjente të Izraelit u bë mbrëmje në darkë. Pse kjo urgjencë? Kjo urgjencë sepse izraelitët morën informacione që amerikanët po shkojnë drejt një marrëveshje me Iranin, pavarësisht se në deklaratat publike duket sikur nuk po arrihet me asnjë vend. Po, e vërtet. Marrëveshje diplomatike, po thonë. Marrëveshje diplomatike, por çfarë po luhet në prapaskenë. Ato
që ju thatë, janë 3 kërkesa që bën Izraeli. Po, armët bërthamore? Armët bërthamore, pra mos pasurimi i uraniumit. Kërkesë ka hershme? Eliminimi raketave balistike të Iranit. Eliminimi azjesimi? Azjesimi, pra që mos të ketë raketa balistike. Po si mund ta pretendoj Izraeli të çarmatos kështu vetëm thjesht me një deklarat, një shtet pavarur? Po sepse ne nuk e dim, por informacionet janë që në luftën e 12 ditëve në qershor, Izraeli ka psuar dëme shumë të mëdha nga këto raketa. Pra ne kemi informacion diku te 20% çfarë ka ndodhur. Programi bërthamor, raketat dhe mos financimi i proxy, atyre që quhen proxy, pra në Yemen, në Liban, apo dhe Hamasin në Palestinë. Gjitha këto i financon Irani, po thoni? Po. Është e ditur kjo, që financohen nga Irani. Dhe për ta konkretizuar këtë, nëse mbani mend, presidenti Amerikan, Trump, bëri një marrëveshje të drejtë për drejtë me Huthit. Ju nuk do godisni asnjë anije amerikane apo anije që ka interesat amerikanë brenda. Dhe ato rënë dakord, por ato vazhdojnë të godasin gjitha anijet izraelite. Dhe është mbyllur porti e Ilatit në detin e Kuq, që është në jugun e Izraelit. Sepse nuk mund të funksionojë më, sepse Huthit e nxorën jashtë përdorimi. Tashti, çfarë tha Trump mbrëm? Mbrëm Trump tha, ne do vazhdojmë negociatat për armët bërthamore. Pra i ekskludoi 2 gjërat e dytën edhe të tretën. Çka është në mendimin tim, është një sinjal shumë i fortë ndaj Izraelit që të mos kërkojë më shumë se kaq. Duhet për telespektatorët të sqarojmë që në 2016 u bë një marrëveshje me Iranin për mos pasurimin e mëtejshëm të uraniumit deri në 3% ishte marrëveshja. Dhe ishte dhe u ra dakord, Irani po e respektonte këtë marrëveshje në 2018 që presidenca e parë Trump, doli nga kjo nxori Shtetet e Bashkuara nga kjo marrëveshje dhe rivendosi edhe një herë sanksionet, më falni, ndaj Iranit. Kjo është bërë në presionin e fortë Izraelit dhe tashmë nuk do ketë më. Pra, Shtetet e Bashkuara me deklaratën e mbrëmshme të presidentit bën të ditur që nuk do pranojnë më presion Izraelit ndaj Iranit. Është edhe një lajm shumë i rëndësishëm që duhet thënë për këtë çështje. 2 ditë më parë, ministri i jashtëm turk Fidan Hakan në një intervistë për CNN-in turk tha që për Iranin. Po, për lidhur me Iranin, i pyetur lidhur me fushatën 12 ditore të luftës në qershor, pra mes Izraelit dhe Iranit, ai tha që 10 ditë para se amerikanët godasin Iranin, Marco Rubio, pra sekretari i shtetit, më ka telefonuar dhe më ka thënë që do godasim Iranin, transmetoja Iranit që do godasim Iranin në këto pika. Dhe unë nuk besoj që ministri i jashtëm turk i thot këto gjëra pa u konsultuar me amerikanët, pa marrë leje nga amerikanët. Pra, kjo është me pak fjalë situata dhe unë kam qenë i bindur, ne kemi biseduar dhe sbashku, kemi diskutuar këtu në këtë studio, që Shtetet Bashkuara nuk kanë asnjë lloj interesi që të godasin Iranin. Sot ka dalë lajmi që ka nisur aeroplan mbajtjen e dytë për në afërsi të gjirit persik Shtetet Bashkuara të Amerikës, por unë besoj që ajo do njëherë një 3 javë për të shkuar deri atje, e para, e dyta do shkoj atje, do iki aeroplan mbajtja që është pra do bëhet një ndrrim, dhe e treta është që presioni, po diplomacia që po bën Arabia Saudite, Katari dhe Turqia e kanë bindur Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mos goditur Iranin. E ke lexuar dosjen e Pshtin, çfarë qëndrimi ke? Jo vetëm e kam lexuar, por është një film në Netflix, është një film me 4 seri, unë e kam parë atë film që në vitin 2021. Ishin momentet që ndonjëherë edhe na myllnin për shkak të pandemisë dhe do rrinim gjithkohës në kohë e përshtatshme për të parë seriale, për të parë filma. Ky është film dokumentar në fakt
Dhe ajo çfarë më çudit shumë, sepse pak flitet, sepse skandali është shumë i madh, ajo që më çudit shumë është si ka mundësi një njeri që nuk ka asnjë lloj arsimimi, pra arsim të lartë, ka qenë mësues në një gjimnaz shumë të rëndësishëm në Manhattan, mësues fizike, pra në fillimet e tij ka qenë mësues fizike në këtë gjimnazin e Manhattanit, ku cilësia e mësuesit atje duhet të jetë e nivelit shumë të lartë, varet me një profesor në universitet, dhe si ka mundësi që ky njeri ka pas atë pasuri që ka pas. Pse niste që nga mosimdhënia? Që nga hapat e parë, le të themi. Po sepse aty fillon ajo pikpyetja e madhe për personazhin. Ke dhënë përgjigje? Nuk mund të jap përgjigje, po flasim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk po flasim për një vend në tranzicion. Dhe unë nuk mund të jap përgjigje, është e vështirë për t'i dhënë përgjigje, mund të aludoj për shumë gjëra, por kam frikë që të them që kjo është përgjigja e vërtet, sepse vetë skandali, vetë mënyrat se çfarë ka ndodhur pra atje, kërkon shumë hetim. Shumë hetim. Përmbys dikë në SBA? Unë besoj që përmbys elitat që janë të përfshira në këtë skandal. Është me shumë interes të presim, sepse çifti Clinton kanë thënë që do deklarohen për këtë. Është me shumë interes për të parë se çfarë deklarimi do bëjnë. Çfarë pret nga çifti Clinton? Unë kam parë në këtë filmin që ju thash, e kam parë fotografinë e ish-presidentit disa herë në vilën Epstein, në ishullin Epstein, dhe në takimet e tjera në New York së bashku. Nuk di çfarë të them, është një pikpyetje shumë e madhe. Ju thash që mund ta aludoj, por asnjëra nga këto nuk më jep të drejtën që është e vërteta, cila është e vërteta. Në fakt kemi shumë informacion edhe shumë detaje që dalin dritë, po kur dëgjon emrin Jeffrey Epstein, gjëja e parë që të vjen në mendje çfarë është? Cila është ndjesia? Është një pështjellim i brendshëm, dhe jo vetëm për dëgjimin e këtij emri, por kam parë për shembull disa dokumenta ku ish kryeministri izraelit Ehud Barak përdhunonte një vajzë të mitur, por edhe torturonte atë. Dhe kjo është e tmerrshme. Kjo më jep një, nuk e di, më jep më sikletos, domethënë. Në fakt, më erdhi keq që e mbyllëm kështu, po Epstein është top titull në fakt gjatë ditëve. Unë mendoj që kjo do ngel edhe për një periudhë të gjatë, domethënë do ngel një histori që do ketë ulje ngritjet e saj, domethënë. Duke qenë se ka ende shumë drejtie. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shkëputemi, rikthehemi për fare pak.